fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna ndërtimi dhe Medika. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte. Bacar Rustem Ali Mehmetaj, nga Rudica e Klinës, pjesa e dytë. Bashkëbisedimin me rrëfim shumë interesant, le ta ndjekim në vazhdim. Në thirë ishtë letniku Judës në pridhin e të Rëtenishës. Edhe më tha, pse Rustem, shqiptari, çdo popull e në botë është në gjenje të këshyrë në sy edhe në vetla. Serbin jako ako muje i në prijatel, anin qovë se ka dhe anë mik, është në gjenje me këshyrë në sy edhe në vetla. Serbin jo, thashe, a je konë në herë në Kosovë? Tha jo. Shka din ti për popull të Kosovës? Kështu, rok, shta znash ti o të me thash, konë në këshyrë në sy edhe në vetla, ma ka që zoti, kur dënë zoti, baba im thë këta bon gjarët një mërgur mik. Buda pa visë konë belit që tu, e i vlaj grusime Vesela Lidema konë drejtori tina, 8 vjetë, o konë punëtori arsimit në belit, e kulturës malezes. Ato pas kanë pathirë, e kemi një njeri të Kosovës, si em ka mujnë me gjithë një gjungë për bashkë, edhe ti e konë atje ke punu e din mentalitetin e tyne, apo vjenë, ko ka konë edhe ky, hi në qatë rangë. Do më thonë gjykatë shëtus, për njësje ka qelë, unë isha unë gjunë në 8 tabulin që tu, ishtë letniku ju Udës që aty, da telegraf ka që tu, kjo është edhe unë që për s'ka i meje. Ho, tha, ka jetë ati këtu, thash unë po bëj hesap me qëtë burë. Erë, tha, kom 10 ka deki vlaj grus, thash pu, mi shprehi ngushlimet. A i ra në efekt, ku po në gji, tha ju di, tha qysh nuk e njo, si thash ku donë zotit ta bon mik gjartë një nërgur, tha, 8 vjet e gjys kom punua si punëtori arsimit e kulturës sa në Kosovë, e vlajnë në grusti e kom pas ta drejtor, kom duj shah me të 30 herë, mas pakti, në rrethin e vetë, tha burin njoftën, ndaj tina du të në pas respekt e konsiderat. Ma dha një përkrahje, të fort. Po une e shfryzova pak, jo bash, qysh ma dha i mua, une e shfryzova rastin tjetër. Budo mërë, jo më këthy, tha fol, thash qysh kom di une pej burrave tjetër, edhe malazez, edhe shqiptar, njerëzit larën të ju malazes, nuk ka ja i një burra pe gishtit kom se në majetkes, ja i një pa burra pe themre se në qaf, share në ludhe këtë vasë që në gora që nema. Njerëz laramon nuk ka, ose i një burra pe gishtit kom se në majetkes, ose pe themre e në qaf, i një pa burra, share në ludhe këtë vasë që në gora që nema. Qashtu tha, do të thot, tha, Rustem, tha, qashtu na kanë thonë plesht. Thash, do shta me veti punë, tha fol, ti si punove 8 vjetë, për që tas që thash, e shfryzova unë e rastin. Thash, ti si punove 8 vjetë e gjysh si punëtori arsimit e kulturës, a ma shumë pa të respekt të populli shqiptar i Kosovës, a ma shumë përkrahen populli shqiptarës i Kosovës, a ma shumë përkrahen këton shumë adhije. Tha, në shumë adhije, tha, pos këta kolegët e mi, edhe gruja jeme. 80 vjetë tha mërnue, mu kush nuk e mdje. A 800 vjetë mërnue, tha s'ka nuk rënon kur kush, tha respektin si ma kanë bo, burat shqiptar, tha unë së në arriti. Këtu. E ju kom këthy atina, thom daklim druzhe vujo, do të thët shoku vujo. Nuk ko ka e vërtet, ajo si ma the ma paran. Shqiptari serbin nuk ko në gjenji me kësyrën syrën vetla, e gjithë kënë tjetë edhe në qofë se ka në mik, shqiptari ko kanë gjenjë me kësyrë serbin, malazezin edhe e zi, në qofë se o njeri. Në qofë se son njeri, ta mund vëllat nonë se të babës me i pas, i thetë denë për hapa vitmu, për hapa kënena, nuk të kom haqë. O kryshu me dorë shmoj. Unë e shfrizova tash, atëhere, 49 herë më ka thirë. Kur disë ma shaltita u dredhe më tha, më thiri, tha, pse u kërit ju shqiptarët me një Jugoslavët.
pasha Zotën, së ku nësi po të shohe po mëse, e disha për shka ka buhet fjalla. Po, i thash nuk e di për shka ka buhet fjalla. Tha 121 shtet i botës erdhë, me voros marshaltitën, thanë munges Shqipnisë. Tash, këta jonë konë ra në fekt, nuk kanë mujtë në ditë a ditë e notë e sontit. Demonstratët të Kosovës, a jonë organizu në Kosovë, a jonë organizu në Shqipni, a jonë organizu në diasporë. Edhe a ditë e notë e sontit, s'kanë mujtë me zjetë epicendre, pe kujtu drift toka. E, thash, sa unë jam i njoftën me ato punë, nuk i thash sa unë e kom përcjell shtypina medjata, sanë po i thash, se t'jesh i mesim sa t'dush, t'kish punë me ta, po të shumë budalak nuk lëshojnë. Se për shkam këthiraj, mësa ke folë ti me mu për parën, a që tash, kur qitë kryet nuk ja ka. Thash sa unë jemi njoftën më të gjona, thash, ata në kanë qunë një telegram ngushtlimi për mes Sokrat Plakut, ambasadë Shqipnisë, Beograd. Ha, që tu jam katë pres. Sa unë jemi njoftën më të punë, shkela në shuplak shotit. Thom, a bon nuk e kisha lërgë, sa të që ajo serë banesen, se viken zyre standardit, shefit standardit, firmes. Më shkoj e të marë ilustranova politike në Beogradit, vjesniku në Zagrebit, edhe shkruan me këtë datë, tash une, me këtë datë, në këtë fosje, me këtë datë, në këtë ditë, në këtë fosje shkruan, si e ka quë një telegram ngushlimi për mes ambasadës Sokrat Plakut. O kështu me dosh mojtë apet. Tha, faliminër Zotit, se 27-8 vjetë, kur nuk thejke 27, a 28. Dhe se 27-8 vjetë e kryqet emision, tha edhe kur që si dresi tesh nuk jam. Do më thonë, edhe me që të budën një herë, me 15 maj të dhe të nishës, unë majtë kongresi i tretë vetë qeverisë i Jugoslavijës, e u dheshke Dobrivoj Vidiqi. Edhe unë e tash, 95 ora ditë e dile e lëshova Beogradin, Dobrivoj Vidiqi tha, Kosovo i dale ostaje pot për qatëm Serbije. Kosova edhe më tutje, mbetet në ndhullën e Serbijës. Ha, më hinë dridhënet. Thash unë qatë ditë, në 16 kisha më shku në Zastav me bo barazimin e punëtorëve. Tura i rigë shiu të hollë, një plak, po një 65-70, një rot kerit me kuta me spica që janë konë më ti. Kerit hekrit, një shinë në dorë, qadren, thonë, aqë, ka e ka shkon, tha të mjeshti, thash, ama që të shinë. Tha, po të bëj kabe, thash, jo, se ti edhe shinin, edhe rotën, edhe qadren s'mundës, tana, qa ne jem ka shkoj edhe une. Po ma lekë se sa ku je këthy për zalë që këndina. Ja qova, ky ko ka konë të marrë për mas buda me fiqë. Kur e qova, e ja dha shinin, dhurë bët difokën, tha sa duhet me të pagu, thash jo bre. Të pavat vjetër, edhe mujta me të aboqet nërë, tha, pa i pasha Zotën një pedi, shka tha, Serb nuk je. Bashkështu tha, pasha Zotën, ta kom i boga, jetë në znam. Tha shka, tha, Serb nuk je, thash jo, thash, bashkë një herë, thash për shqiptar, thash unë jam shqiptar. Të kofë mera. Këtë thash më thiri, ka shkon, thash me bo barazimin e punëtorëve, kur jemi shku të Zashtava Kargujevsit, rruga 4, me shku për Jasenovace, për Krushevace, për Beograd, për Dresbirin, e ka shmonge, ka qitë kretë në trotar, suku të gardhi ish. Zashtava, e kom bajt komen e djathë, e kom qitë në tokë, e humba kontrolin dhe kon jam ka flash, budo më rëtha urna. Qësh mu po mdokët nuk do në mja pranu Kosovës statusin. E tash, të i thonë nuk do në mja pranu statusin, të mbran nan me kon jam ka flash. Po tash, u futa, status, tha kakav status, qëfar status i thash të republikës. O kon i varë si bura, e o zbarë kejtë. E o kush. Rustem tha për këtë nuk bëhet fjallë. E mas për futa në ta, thash tash pe ladroje, për i ha një 10 vjetë burgë, për i shku një furt. Thome, mas i po thus bëhet fjallë pëse.
Serbia pa Kosovën sa peshku pa ujë nuk më i rënon. Një. Kosova bashkë e pa kullotne, u bon 2. Kosova me tëna mjetët në tokë, edhe mi tokë, Konga mundet me konë, a një Kosova. Aj po mi thëtë. Tha edhe sa t'i bon punë, fjalla, Slobodan Miloševićit, kur thojt pe Kosovës ka me i hjek, s'ka me i bo punë fjalla, ka me i provu forcën, s'ka me me forcë, mos mujtë, Zoti jonë, tha Bože moj, tha Zoti jam, në shoshnin tonë mundet me ndodhë gjithçka dhe gjithësi. Një, se unë e kom punu poshtë atje e në jugë, nuk theshin e në po në jugë. E di mentalitetin e shqiptarëve, 85% nuk donë mu bashkangjitë me Shqipni. 15% këtu e atje suku gjithkun. Ka sfugde. Tha, një. E dyta, s'po du mu bo me Shqipnin. Ku t'ja jep statusin në Republikë, s'ta ka kongresin. Që kjo 81-shën, hala se kom harru. E ka kongresin. Kur ka kongresin, e ka shtetin. Nuk e ka ma konferencë aksionale krahinore. Po ka kongresin e shtetit Kosovës. Tha, s'po du me ty, po që s'po du me ato, po du në vetë. Pasha zote a ditë sot nuk kom lemroj Adnan, që shë ka pas emni baba ytë? Kadrush. Adnan Kadrushi, se unë nuk ma qef kom nemen babës. Pasha ke zot a ditë sot nuk kom lemroj, bës për me hongër fort, edhe për me ditë si i hongra 15 vjetë burg, bës që pa bo kur gjo, so koni Tom Gjidoda i planqorit, tha, Tom Gjidoda në push gatë e në gjamë e donë, tha dulë koshak pa vra kërkom. Edhe une, me shku një 10 vjetë në burg, pa bo kur i sam, po e shku një fort. Baca Rust e përmende kohën e mas luftës dytë botnore, kohën e Rankovicit, vujtjet e shqiptarëve, demonstratat pa të ndodhë vitin 68, ndryshimet kushtetuse 74-ën, demonstratat e vitit 81, një politikë ta shfaros se Sërbë ndaj Kosovës, segregacioni, në fund viteve 80-ta, ndamje dhe me tonë e plot, fillim i largimit prej punës, greva minatorëve, helmimet, një margaritari madhë pajtimi i gjaqeve, në skenë dul në lëvizje re me emnin Lidhja Demokratike e Kosovës, në kryt cilës u vendos një intelektuali madhë, një njeri që nuk e keni largë ju këtu edhe prej venit ku jem, Cërca me Rudin këtu, që e ka emnin Ibrahim Rugova. Po ta du mendimin tënë nga përvojat tua, në përgjithësi për lëvizjen e ti, idenë e ti, edhe për këtë figurë, i cili definitivisht për kohën edhe kur po flasim e ka shenu një etapë shumë të ndritshme të çlirimit të Kosovës. Une po qëre Adnan. Une për hatër kur kujna nuk flasë. Në qovë se une nuk kom formu bindjen time. Të thash edhe i here se me 1905 në Serbia ka pas aleatin më të fortin në Amerikën me këthy kriminalit të luftës. Me 1905. E bone e sa den të edhe të nishën. I vetëmi njeri jo konë Ibrahim Rugova si e ka sensibilizue e ja ka këthyve apo nga bëthprap Serbijës me Amerikën. Mirë po thash edhe pare, i dalë s'ka kur gjon, dikur dulen. 13 sene e aneksoj Serbia Kosovën. Ky ministër Nikola Pashiqi. E vetë një gazetar, thët, qka do me bo me shqiptarë? Thët, du me i dëbuë. Thët, nuk mundësh. Du me asimiluë. Thët, po nuk mundësh. Du me i vra, ku ti tishi. Qita jonë sërbë. Pe 13 sene. Edhe lopa jam me ndoher e dinë që Kosova së kondë Serbijës kur. Ja kanë dhonë fusit, kanë bo pazarlosje, plave gusia ka dhonë Turkia. E po, se thot, është vjersha, droj gjithmonë ke metë në pengje drejta me ala, pengje drejta, gjithmonë me thonë të në gjatjeta. Të në gjatjeta mërë që farë, gutë që i plavë stilë shaj për gjallë,
Më kanë dalë do punë të reja, lërga atje dhe i kahpeja. Dhe i kahpeja, dhe i kahreka, do të shkoj të Haxhi Zeka, po Zoti e din, mo apo drevna. Në shpinë da i ra gjogu të mejdanit, rrët po shkon të thorës malit. Tu i mendu, duhon të i pi, për vatan, për Shqipni. Vron mi ka këta sy të zi. Mi ka vra këto vetla trasha, kështu me ndojke Ali Pasha. Në qatë rrugë kanë vra në Gryk Rrugos. Po du me thonë, na ishim konë së ku shtriga. Shtriga mas pari zojt e vet i hanë, atëre dredhët e i helmon tjertë. Tull një burë, fiset dikur jo konë gara. Qysh gara? Se na s'kem pas ushtrit mirë filt, me ta qullë të thirje me thonë, Adman ka drushi këtë datë ka mu lamru në filon vanë, ushtarë, apo në komision, po thirë kushtrimin 7 në 70, 50 në 70, Mulla Zek Bërgjyna, shemull të marë, Jakub Ferin plavë, edhe jonë shku në dufta. Tash, e kom përcjell librin e Mark Milanit, Zhivot i obiçaj al-Arbanasa, jeta edhe adetet e shqiptarëve. Malazezit. Malazezi, po. Edhe pse rrojt ai... Po, në katët në brezo shqiptar. Po, mirë po, e përvetsoj Serbia, ajo Malizi, liftoj me shqiptar, humbi shumë, edhe mas mami kërë qiten në penzion, nuk i dhanë kur farë definicioni veç qatë penzion edhe u dredhe e shkau librin Zhivot i obiçaj Arbanasa. Jeta dhe zakonet, adetet e shqiptarëve. Thot, e kemi në zonë një grup, një njej për një i grupit në luft, shqiptar. Edhe, i kemi thonë me na kallëzu grupin, s'ka pranu në asë një mënyrë. Na kanë thonë me shku, me thonë nonës vetë, djallin dash me talshue, te kallëzon grupin, edhe na talshojmë, por me përbe, por gjinin si ta kom dhonë. E kallëzon grupin. Ajo oma ishte konë bi shale. Edhe kur shkoj të djalli vetë, i tha në vanë se me thonë posh gjinin si ta kom dhonë, nuk i kallëzon grupin. I ratha Zelaxhia shpat, i kseke kryt, tha shkoj, e kapi kryt. E shtinin në shqeptun, tha e jam deke, jam vojke flokt, tek që tash nona ty t'ka djallë. E na me pakon lidhun qështu, pse, pe 157 grupeve, një dit, 2 dit, pa e marat aksion që i kanë pasën plan program, i kanë zonë Serbia. Se një kon shpion i tyne, e ka të rëthu grupin. O kon Bek Balesi, generat e babës tam, pe Grobanice. Edhe pëjmë i madhë. Po djemt në Belgjik. Ja pëshëri vala pasaportin shkon të djemt. E pas kam pa bon në Belgjik, një në ledhje, atë natë, qysh do me shkatru Enver Hoxhene, qysh do me shkatru Jugoslavijene, qysh do me marre, ajnin ta korksu, tha e veç i reshin tavolinën, ding, hajte, po mas mrami qaj, që u dheshke grupin dredhët i the plak, dhe toj, të kom thirë, dhe kom nisi i ardhë të Kosove, du me dvet diska, dhe të fol babë. Qysh të ga këm ledhimi joni? Po, babë, thët, mirë, mashallah. Jo, diska ma shumë, thët, po. Na tjenë Kosovë punoj me njerëzit gjallë. E ju po punoj ki me njerëzit dekun. E tash nuk e di cili jemi ma në drejtën, a na si punoj me njerëzit gjallë, a ju me njerëzit dekun. Pashanderen, thët, vesht kom thirë, veç se që tash në zeri altinit bi kryet. A një qka. Kur e këtu, e thiri Sherif Vala. Sherifin ma ka thonë këto, në zablasin pame. Tha, kur e tha i thash me gjadek, fol, po a mëske kun, po vëlla kesh ku, të djemë Belgjik. Pa thiri kusha, ke kun na, foli zgjohat, fa kur zgjohat. Ha, pas këndia, po ma bon. Jo, po ty po dveti.
tha, i kalzova qështu. Qështu tham ka thonë aj, qatë natë. Ajo konë udhes i grupit e i lidhën direkt me sigurin pesë. Unë me pabova kia me folti diçka tjetër, unë tjetër gjas kisha mujt me bo se m'gje marre, veçat pasaport ta kisha marrë, edhe përsa të kishe pasyme, ti të djemë nuk kishe shku ma. Po ke bo mirë që i ke thonë, na punoj me njerëz i gjallë, e tash ju me dekun, e tash ku shumë ma mirë, po bojnë me sapë. Baca Rust, e kemi edhe një pasuni kombëtare, mendoj, që ka emnin Adem Demaci. Po, Adem Demaci është gjenerat e imja. O konë në për burgje, kazamatët burgjeve sërbe. Një njeri i kalitun, një njeri i shtërvujtun. Mirë, po për përcjellit që tash, 2 vetë, tu të besë. Edhe bashkë e folën për Adem Demacin edhe për Kurtin edhe për këton Gjilanit, Buratin nëse si këta shka janë konë për burgje, Serbia nuk i kalëshua bashkëpasë. Mirë, po Adem Demaci është njeri i pathyshëm. Dikur ka shkrua Gjarpit e Gjakut, 3 vjetë o shita jo në përkjuse. Edhe bashkëpunëtori i tina si e ka bon, aja ka lamru, çfarë do më thonë një kanë, atëherë s'ja ka ndo gazepin dhe këte në një. Baca Rust, No. e përmendëm vitin 90 edhe dalën skeni lëvizje 3 në krye me Ibrahim Rugovën, tham ato fenomenet negative, krejt pushtim total, në tona ondë, vrasje, helmime, një margaritar i madh me një njerit madh Anton Qetën, pajtimi i gjaqeve, ndërkombëtarizimi i qashtës Kosovës, mriti Kosova në Këshill të Sigurimit e në Amerike, mu taku me presidente krejt, edhe në fund, do me thonë, kur u hargju krejt ajo, populli një farë mënyre u rebelu edhe një shpirt luftarak dohëllin s'ken, luftën Ibrahim Rugova se ka mor hukur, edhe në kohënat e fillimit, do me thonë, e ka para pa, qysh me intervista që i ka dhonë gazetarës Gjermane Der Spiegel, që thot këtu mu bo një luft, bohet një kasapane dhe thot, jo tërjen vretjen sërbëve, ju thot, edhe ju një popull i vogël këtu, edhe gjdo popull i vogël në Balkan që ka dasht me bo kërdi e ka pësu vetë, mandej me ato ushtrimet ushtarake në fillim që kanë qenë në komandën e Salicekajt, e të tjerve, në fund erdhë një luft e armatosën me emnin ushtria stirimtare Kosovës, në të cilin u bashkun gjitha grupet dhe të gjithë edhe populli e njeh një figurë që po i thojnë komandanti legjendar Adem Jashari, cili është mendimi jëtë krejt për këtë cejaket qësaj 10 vjeçit prej Ibrahim Rugovës deri në çlirim të Kosovës. Baba im theke kur jam shku me i bori zhen një njerit me fal një gjak. Nuk ka bo pun fjalla. Se m'ka pre mirë me te. Ja kom dredh me qyk. Pe din t'i shkon kjo. Ja kom dredh me qyk. Tash, unë thash, para se më ma thonë ti, e sensibilizue, afirmue, Kosovën edhe m'ja këthy Serbijës apo nga të bëthrap, ja ka këthy Rugova, ku ja kona, ku s'ja kona Sermahalla. Mirë po, rigjeja ke dhe diku, u dash m'ja këthy me qyk, mos t'ja këthyn me qyk, sot dhe kish qitu. To du të më konë shumë i bindun. Edhe, për me shitën kurth, e ka shit Amerika. Roberto Gilbardo, a ka pas që shto emnin. A din se këto jonë që 30 vjetë të sa. Edhe Roberto Gilbardo e në Beograd edhe i tha Miloševići, terroristat i njek edhe ti. Tha në Amerikë, tha po. Tha unë jam ka njek terroristat, a ne tha, terroristat nishi. Kur u bo lufta në prekaz, peth mis djepit e den plakën plak 100 vjeç, u bo lufta këtu në Reçak, u dredhi thanë nalë, plaku e plaka nuk janë terrorista. Ti e ka bon luft me popull, i e ka don me sfaros, ja këthina ponga të bëthrap. Njëherë e joshën, po masanena se, qëre,
175 vjetësia e Amerikës ditë më të mirë nuk ka pritë se kur o fut në Kosovë. Se është interes vital, si theke Miloševići, është interes vital i Amerikës e i NATO-s me konë në Kosovë, Kosova në zemër Balkonit, Balkoni në zemër të Evropës. A po pe dia jo? A di se po thonë je plake, nuk, po thonë je plake, nuk po din me folë, po më thonë. Së shtu. Baca Rus, Birën, sot Kosova është shtet i pavarur. po, A ka thot mendja dhe vlerësimi jëtë që në Kosovë është arrit ajo që ka është mujt, apo ka halo sene që kanë mujt me ndodhë, apo edhe që të ndodhën të ardhë. Për me bo pyetjen më të shkurtë, a je i kënaqur sot me ato që ka arrit? tash mirë bone. Edhe Ramush Haradini të këta djemë të vlaut, që i kanë qeku i kanë shpijet. Me e kitë vetin 30 vetë. Mirza Rustem thash ja, ke shtafën e njësi qka ka pas baba ytë, tha ka pas vlajnë në nëmës. Ti mu du të më thonë daj. E bom i fargasi. A din pak, thashe Ramush du me vetë. Tha folë. Që to 80 vjetë mija që po mojnë manë, e deri me soden. Që ky popull kur ma shumë pasunis ka pas veçaj si do më rajtë. Këshyre ndërtimin ti. Rafsh me tokë, e këshyre ndërtimin ti. 1, 2. Kur ma i paknoshën sokon, asë në luft. A din me më kalzun, Malësia Zhakovë thonë ku o grinja këtu. Qka më shefet mas kësajna. Tha, në takot, thash, jo, ti me një kullë valla mus mundesh me më largua. Kush o fajtor këtu? Tha, institucionet. Dakor. Ramush e pat Lidhja Demokratike, e pat Partia Demokratike, e pat e ti. Ti ke bo diçka, që të ushtri e ke formue, edhe trep që akon duhajnë më shku krejt, që të dy sene me pesh jonë tuat. Po një duhune, thaj, a thuna, këta deputet i kemi votuë, kur të teket atyne me shku e me hinë parlament, e s'po du me votu Adnanin, e demonstrativisht me lëshum ledhjen, fiken qafë se kije, rri Dema Imrami, nuk du me votu, më se voto, po jo më lëshu me shku me luj domina. Populli juve nuk u ka votu kur të teket me najnë parlament, kur të teket me dalë për parlamenti. Këtu edhe mu shanë në mje veti. Profeti thot, mos e shani nonën e juve. Tha i thanë, ku se shanë nonën e vetë, po, ti a shanë dikuj nonën. Ajnë mos guzohë me ta shatë modhe, ka me ta shatë vogën. E shave nonën. Mos e shaj fenë tonë. Pse? Ku se shanë fenë e vetë, po, ti a shanë dikuj fenë, sa zgjojsh ti zbrastin, mja shatë ti fenë, sa zgjona i zbrastin me ta shatë tonën, edhe pe shanë fenë. Kështu, që sa gjonë unë e zbrastin me të folë ty, qa gjonë ti zbrastin me më folë mu, qka murë dhe shajo punë, si thonë më lazes, baba mi nonën e nona mi babën. Këtu nuk jam në të akord, edhe këtu me pas mundësi unë e më shkuë. E mu thonë, mërë të marë, po ju shka ini ka folë një kundra njoni tjetrit, rastet ralla pos Vučićit, edhe Vulinit, nuk i ndinë ti të folë për ndesh qka i një ka folë njoni për tjetërin. Atër ku do me pas hajrë, ku do me pas perspektivë. Ibrahim Rugova e thirke qosjen. Kur e kesh një problem, i theke zot një qosja më ardhë me më një mu se e kom qëtë problem, duhet mu zgjidhë si që të thuat. Zot një Rugova, më shikusur, se jam të botu një liber, jam para përfundimit. Kom kohë biri me përton ka përse. Aha. Qysh nuk mu i më shku të vlau janë të miku janë të shoqi janë të shqiptari, si ka thonë Ibrahim Kodra. Me dhena të punë, me i thollua të punë, me një muë. E bike kry një vendin, vesh neshtet e gjojnë ke zbrastin, mja fut ultimatum, tu ke gabu, tu ke gabu, tu ke gabu. Do të thot, me shku me një muë, jo, a gabimet po. Qashtu Sali Berisha doja jam, këtë Smal Kaderin.
Edhe këtë njajtin po të zhelujke thike jom ka e botoj një liber, jom para përfundimit nuk kom ko birin bote delandena. Si i bike, ja fute 100 ultimatume. Na nuk jemi na una, egoja. Kjo nuk na leme po ditë. Baca Rusta, je i knoqën të sot me këto Kosova që ka rritë, që jemi këtu ku jemi? Me krejt historinë tënde. Me krejt historinë teme, une jom i knoqën vetëm me një punë. Ne thash edhe i here, mas luft dytë botnore, mjek shqiptar, s'ka pas në Pej, s'ka pas në Prishtinë, s'ka pas në Mitrovic. 3 qytete më të mëdhaja. 49 stadione o bo regjistrimi analfabetizmi, 98% s'ka ditë me shkruajmë në vetë burë, gru, djallë, qik. U bon 2 këto. Në histori 100 jetë jonë, kur gjo. Me thonë, ku jemi konë na, edhe ku jemi sot, jemi Amerikë. Me thonë si, o bon, qka ka mujtë mu bon, dhe qka desh mu bon, dhe qka kanë mujtë me bon, orë barazim me zero. Te une, s'ka me thonë tjetër gjo. Baca Rusta, ngon muzikë? Ngoj muzike, ngoj këta analistat tonë, bile shpesher, po më thët djali, ka 2 herë në ditë mushi telefonin. Për gjithë ditë une, 5 qona, 10 bie, une ngoj analista serb, analista botnor, analista Shqipnis, analista të Kosovës. A ngon Dervish Shoqën? Po, qysh jo. Po, vlerëson ato se edhe ti jeni artist, edhe ti kënon e ke kënue. A vlerëson? Po, thët, kur ta kreva Kosovë shpinën, bore lash e gjeta dimen. Si bore lash e këtu e gjeta dimen. E ma fresh. Dervish Shoqën e ka pështue qeri muka jo shdejmit, në Shqipni. Ajo konë kona me zogut, ale ati ngushtja me zogut. Ajo konë kohën në Vërhojës, në rezidencë të në Vërhojës, pa cokat në dirë o një qëri muka jo shdrimit peshë, pa cokat. Si kur u pike, tha, folke atje në rëshbull në dorës, tha, vishin gjandarë të mërshin, tha, kom gabu diçka, neshtet, shkojke, edhe që i mu ka ndyrë ke pe burgu. Dhe më thonë, edhe aj, Dervish Shoqa, një njeri jo shumë i shkollum, po një njeri në shumë vërtytat larta, kombëtare, njerëzore, fetare e shqiptare. Baca Rust, deshta më të vetë për një familje të madhe në Kosovë që ka admirimin e krejtë shqiptarëve edhe gjithandej në botë, si një rast unik që ka ndodhë në historinë tonë, dhe ajo është familja Jashari në Prekaz. Në krye me Bacën Shaban, Hamze Adem Jasharin. Mirë po, si personifikim, krejtë kjo po theksohet me emnin e Adem Jasharit. Mendimi jëtë? Mendimi i im është, i kom thonë bile, i kom thonë njonis, po du me emërcu se nështë e njëhe dhe ti, të Prekazit, kur u bo lufta e Tahrimes. Njëran njën konë, njëran për mas njën konë Prekazi, njëran për mas njën konë, njëran për mas njën konë Prekazi, do më thonë 3-4 rjeshta njën konë, me mbrojt, edhe nuk jo vëra, dhe Selman Gashi i Sohogel, sa që i ka thonë atina, po janë vëra mi 30 dhe se unë në atë ko kom qilu në Kragujevës. Edhe kom pas një pytje, bash peshlet një kutudves, a pave, thash ka boni Tahrimeha në Bimeha. Thash po, a thu mos i ka pathirën dasem ata njerëzit Tahrimeha në Bimeha. Shka, thash a mos i ka pathirën dasem. Tha pse, tha kishe bo dhe ti, jo une, po dhe ti që aty, edhe une që tu me papas mundësi, më të uqenu drejta e jetës, kishe bo qashtu. Në bërë shpis. Në bërë shpis. Pasha këtë shpirë, që du më dhënë qyshe vetën, ja kom thonë. Etash, i thash qyshe bo,
komandant legendar, komandant i njoftun, me një emën të madh, me një funksion të madh. Mos me pas një roje, që shu bo kjo. Tha, që aty o konë blinda, që të o konë blinda, që aty o konë blinda. Qyre, qysh u bo, mos me pas një roje. Po mendon mi ndihmu dikush për jashtë? Për jashtë, qa kujtove ti. Se janë vra për minizë. Policë e ushtarë janë vra, peta herë mehe. Për të 20 dhe janë vra. Tho ma ka thonë Slava, shefi standardit në Kragujevës. E kanë pa prunë dhe në 2 në 3, një ma i pari vra Selmo Gashi, ko ka konë ushtarë me Tahirin e gjonja si e një gonë Tahiri e një gonë ato, po du me thonë si këta, ky e ka bon një luft me domin e familjes vetë, po në arenën ndërkombëtare e popullore e njerëzore e ka tinglu larg. Se nuk ka kollaj me sakrifikua 26 antarë të shtëpisë vetë e 54-5 antarë të familjes të rrethit, nuk ka kollaj me i lanë. Basa Rust, a ka diçka që ti po do me shtu vetë për vetit, që dënë diçka me fol, pa të vetun në i sen, që ta me të pengë me fol? Edhe një du me fol edhe për mosh me pesh. Baba im mos ujt Alimet Isniqi. Ale ati sa boletinit kur o ngrit flamuri. Ushtari i sa boletinit në luftën e Çernolevës. Ushtari i sa boletinit në luftën e Kaçanikut. Jo ky vetëm, po me një 7-8 të Mehmetaj. Ushtar 1903 kur u vra konzulli i Rusit në Mitrovic, ushtar Isa Boletini. Edhe iken dulen në Shkodër. Isa Boletini pasa pa bon marrëveshje me konzullin e Francë, edhe me konzullin e Austrijës, me dalin Karadak i kanë thonë në atë kohë, me bon strehim shteti, edhe 1 javë, 2 javë, 3 janë shumë, vjena njëja Inglizit edhe të merë edhe qëtë në botën përndimore. Tërë bo Shkodrës, ka fundi i 15 sene, ka dhëtori, baba e thet beg, thet urna, une me si ta shokë të mitë, me vlad vetin, e me kushëri, e me Isuf Bardhoshin e Haklajt Isniqit, e me Abdullalin e Izvukajt Isniqit, e me Bekademin e mahallësis Boletinit. Du me dal me mësy mallësin e Gjakovës. I tha, e kanë zonë Austria, urën e bunës, shtegun, kratë me pas nuk mundin me kësy bunën. Beg thet e kemi morë na deken parasysh. Ata qitë, na qitë, kushe ka gjellë e gjellia vritet, ymërlia pështon. Po, thet po. Ja kom dhonë fjallën, thet konzullit Francë edhe konzullit Austrijës, mirë, thet, beg, qka qonë pesh, besa te i pa besi? Tha kur gjon. E ana sjeltas, i pa besi te besniku, a qonë gjon pesh? Tha jo. Bega peshe si e kanë sos kralia me të prej. Po, e kom dhonë fjallën. Po, ani mirë. Une kom vendos me qita shok të mitë me mësy mallësin e Gjakovës. Në qafë ta gritë andena o mallësia e madhe, ose mallësia Shkodrës, në qafë ta gritë e knena i thonë mallësia e Gjakovës. Me hudut. Edhe dredhen e hallashtisen. Kur shkojnë Abdullalia e pas ka pa marrë një dinamit, bumbet, ja vjek kapuqat, pushkën e shtinë në dorë, që shtu, ja vjek kapuqat, edhe vesh muro kapsollëm, ja u gjujt. Baba nuk e she, hej, more ti, jo Abdyll, po ti, ku ke pa në emi të shku me dhonë shpirtin, e ti ma ke vjerë pushkën në dorë, thët, i kom bumbet. Kur shkojnë, vesh një ushtar. Kur i she këta, si janë 7-8, tanë matosun dhe ma je kreje, a ja u kthe krahin e ja u kthe shpindën këta, kapën për pjetë mollit, e shkojnë të shpanë balian, murat e rinë 3 muaj e gjys, e ishë Boletini hinin Karadak, me 23 janorit 1916. Ja kryna pongat për i dillit,
Planet janë konë me azërsu, me varruë, jo me vra dekun, po me nëzonë gjallë. Po baba i Milovan Gjilasit, është ku i kara alti i kryje edhe ja ka si të në trut në dedin. Tash, thot Tafil Boletini, djali vllaut is Boletinit. Unë jam konë me Halilin, me djallë tis. Baba jam theke me pakon boha det të imnia me konë mret qelës Halili is Boletinit edhe sef në ziri një kushe i tina mret qelës ishin shkuë. Ko kanë konë të shkuë në Danilov Gad mu lamruë. I ndina të pushk, mi moraq. Kur i ndina të pushk, nalen, rep, po thonë u bien Isa Boletinas, u bien Isa Boletinas, kytash kur i ndinë që u vra Isa, e merë Halilin, edhe mësyn ka shatë kula, e me dollë ka vranina, edhe me mësy tuzin, e me mësy shqipnin. Mirë po edhe shkijet, u vra is Boletini, serbisht u vra, ky s'kipa dita s'ki fjallë serbisht, i thet migj, thet falë, se djallin e migj se ka pas, thet s'ka që kjo fjallë u bie Isa Boletinas, thet hajde migj, hajde se nuk janë sendet mirë. Mal, s'ka, e ndyrë koburën. Apo më kalzon s'ka bo me bacin, a pa shahakun 10 herë alti kryje pat frasëllo. Dhe Zotit lash në shty që aty e mu që tu se bacin e vranë. Ki me marri me mësu të baci. E mere e qanë. Ky bogati i bohazer bumbit. Edhe u bjen tash kur i qanë aty thët ti mish ik. Jo, thët tash e hongradhone, thët ja. Këtë Boletin me deko më pak se ti se a i ka ditë të i zhunë. Turqisht, shqip edhe serbisht. Me administrat, Tafili. Djali i Ahmetit. Edhe më ka këthyë, tha. U ka ra ty në bomë kapsallë, i ka zujtë, u ka ra tjereve dekan dhe tu kush, sa ty tur me ma dhe njerëve dekan vra gjandarë. Vitin 64 jem konë me Uk Dautin e Isnisit u bomë bashkën Podgorit. Tha, ade kushëri shkojmë, tha ko vra, tha migja. Kjo konë i shpisis Boletinit. Po, kur shkum, këty më rasjen, ram në kandë 4 vorë, u dishin. Po ishin rafshit, ishin bosë qështu, po u dishin. O dalë një 300 katë. 84 vjeç më shteshet një malazez, veshën vesh. A dashtaradit e tu sinovi, qka po boni këtu, tha djem. U ka tha që tu mu ka vra migja, tha dhe erdha tha me vizitu vorin e tina. Isa Boletinas, tha po, apo vinin kafe. Qka të bojmë, thëmë pumëre? Unë e bajsha një vis hungareze, nëmë se të gatë, fi unë eger me mytë, aje ki pas Valter Gjermonit, e ja u kem fut pishek, dyat e kemi kosit, e kemi donë, e jemi në gjitë për pjeshkall, o dalë nga kaprit. 3 sahat. Qka kom nipi që ati malazezi, s'kom nipi kur kujnë, tha për 100 vet, Halili vraj kafa, me bume. Djali Isa, sa di ke emnin, po djali Isa Boletini, për 100 vet, tha vraj ka. Anë kongë është, Austriani po Boseri, zosh ka bo kjo non beteri, po të goricën më dhe jezeri. Duf po bon kjo Isa Begu. Me të shahit vetiteti Isa Ahmet vra ka 28. Krall Nikola bon me dhe sa kesh knjallë sundova vet e bon krall e hupa krejt. Këto janë, ajo është në gjyse të masë, qështu. Bacarust, falenderit shumë për këtë bisedë që e bom, e Zotit ta qoftë shnetën, e Zotit rujt për krejt këtë rrëfim që e bone, këtë kontribut që e ke bo për Shqiptare, për Kosovën, edhe që sot na ke bo mundi si njerë që e prekëm atë periudhë për cilën të na fole, edhe generatat e reja me e pas për i dorës por një rrëfim tondin ashtë pasën që na e thesë sikur me i pas 20 vjetë, vitin 1956 kër i ke pas. Po, edhe një, 18 sene, tash pak pezënojt të familja. Bajram Meta ka thonë një Boletinin 12.000 muhajgjer
ditën e tregut, çifti i Bajramesën të Boshkodrës nuk po m'hin. Pas ka zhnik 150 jetë e fundit të Tamas, o konë Bajramesa. 1. 2. Per Rudica, per Vulisi, veti Peshti, 4 zhandar, i ja morën djalin. Pas retit, e ja shitën të zostoja, këtu ku shkruan lagja Bajraktari, që aty një 50 metra më thellë, e ja dhanë 7 pushkë në trupe, 2 në krye, edhe e lanë dekun. Baba im, Ali Meta, kur e merr vesh si u vra djali, e vetën perën, pse ja vrave djalin Bajramesë, vetmin djal edhe jam shele deren me therë, pas ka pa thonë, ma ka pa vra Bajrameta në epokën e Austrijës, një qanë, e o kondesh me ditë si qenin thamë e mbron ja kryt e ti, ja djali i tina. Kur e pa baba njevës që ka lënd, e la gjakun e Jusuf Bajramit, kryem krye, me qanë, kjo kom me 21 dhjetor 18 sene. Shkoj baba në Shqipni, të barë Sadria i Shqipsan, e organizoj 1500 vetë, me ardhë e murash, në bollopojnë, në gorë është devë, së në dobër dëllë, murash që kuro tergu. Mirë po, kem pas burat mirë në thana epokat, spionazha si spionazhe, kanë lamru pushtetin dhe Serbijës në atë vakt, se Ali Meta Isnisi po donë me i bon këtë masakër. Kur janë dalë në Shkozë të Jonikut. Në Shkozë të Jonikut, Serbia pas ka panzon pozicionit me top, me pushk, me ushtar, me xhanar. Këta janë dalë në Ledin, ka Kristopi e pushka, barë Sadri Shqipsan, një kara gjyllë janë trupi, ja kanë gjithë krahin e ndek blinit. Mirë po baba me Zeshira Lilin e me ata, je kanë joftë tereni, u kanë dalë për mas, edhe pe krejt ati konvojës që janë konë me topa me krejt, se dhja kam pështu 2 a 3 pa i vra. Ska mujt me hi, 19 se në shtarë Nisnish, e ka thonë Ali Musi Isnishit, Ali, kom vendos me të marrë ja ty ja uken, të ahmataj. Uken me e marrë, është djallë hasreti, me bëmë më vra uka, nëna ti jetë me dur krysh, ti i ki edhe 3 vllazën, edhe mu vra ti, nëna jote nuk jetë me dur krysh, ani Ali po vi une. Ali Musa i Isnishit, i ahmataj, Shaba Musa i Mehmetaj, Sadri Zema, babzhyshi i Tahir Zems, e kem pas mik. Islam Tahiri i Krasniqës, Strelësit. Ram Tafili i Balej Strelësit, i Shalës. Dauti, kur uka i paska pahetu, si këta kanë një plan tine zuke, edhe i për sjellë, e u lyhet mas. Që ki uka si tha baba, nuk do me marë, u lyhet mas. O konë i hollë i gatë. Shpirak, plake moj manune, edhe kur vjenë që të në malë sferkës, kjo fush kretë o konë malë, qashtu o konë malë edhe maj malë, i konë lisa 200 jetëve. Ka bo një manzere ta kup, unë malim kësyre, ma mos në hetoj dikush, s'ka të stime mo, jemi nisë, s'ka vanu shumë, në ka vitë është timja. Tha, apet, s'ka vanu shumë, në ka vitë është timja, migja pas ka pa thonë Daut Meta, malu baslok, se qka në kovë gjallë u balia në pas ka hetue, si do me ra kë poshtë, po është një mjerim si uka nuk e din ku ka shpinë, as ku në zomë pritën, as ka bon, e me bon me rënë pritë ushtrisja Gjandarmëris, uka vritit e nuk dërzohet, e pe presin mukën, tha e mi dali, i kemë zjerë kutia, tu i ka përthur kanë cingaret, o dalë tha pe asaj komsorje. E kishti pushkën në dhëtë, e ki kapën gyk. Kur na pau ne, tha da i të dhe pasha hakun, dhe në shalë bajgorës me konë shku ju, u këbalja se ka pas me në mund da. Po që ato fjallë si tha Dauti, se kom ditë shpinë, diskom pa vurbe, një tu qiruë, tu livruë, tu korë, për vra, për gjallë Bajramesë, nish nuk në gjitëna. Jo në ardhe janë hinë qubat të Kollomoshit, 19 vjeshtën vjesht e kanë vra vlan e Qatina Pers. Atër baba a i ka dalë 19 e den 4 të nishën, o konë në Shqipni,
17 vjetë e ka mbajt që ky Sali Berisha. Baba i ti, babë gjyshi edhe migja i ti, e kanë mbajt në shtëpi, e kanë martuar. Edhe oli Mehmeti, Fatimja, unë, mas në mujëm ka dek nona, nese ato i kom për sjellë, do të thot, historia jo nuk kom. Me non gusht 98 që mu ka plaguar një në tre kanësh. Kosovë, Shqipni, Malzi, edhe 14 orë kanë ecë e jonë ranë drejlaj. E jom shumë mirë njës të Zëshireza i drejlaj, Zëshir Lajshi, edhe të Uk Bogu, që ma kanë trajtu djallin e ndihme në pare ka morë që aty edhe me thonë, anë ju bo. Thej seta ma kanë bajt 5 javë dit të plagum e aty Nazmi Morina është ardhe ka bo pasion në shpit Fejset. Pena që to, po du me thonë si jeta jeme ke, si ka thonë ai plaku i vjetër, vaj, vujtje, vdekje. Me të fre e ka për jetë. E ka rëfërku vaj, vujtje, vdekje. Kom lind me vaj, kom rënu me vujtje, mas mrami me vdekje. Veç me gjithate optimist se ke një emën të madhë, ki një autoritet të madhë këtu, komunë Klinës, kur pyta unë kush mundet me folë, kush është një plak, propozimi erdhë prej Zëqir Mehmetajt. Po Kusherini. Kusherini edhe më tha, e ki Rustem Ali Mehmetajn. Po, që ashtu. Edhe kjo jep me kuptu që je i nderum, e je i respektum edhe për krejt këtë punë që e bone sot me këtë rëfim për gjenata të reja më ju të regu këtë histori. Zotit trujt e falimderit shumë. Me gjithë juve e inshallah shihem e ndihem për mirë. Falimderit shumë. E me të mira. Falimderit shumë. Zotit trujt, shumë falimderit. Falimderit, s'ka bo. Fjala plak dhe ples të urtë Kosovës nuk e ka kuptimin e viteve. E ka kuptimin e zbërthimit në gjuhën shqipe. Njeri me përvoj, njeri zoti shpis, po njeri edhe me vite. Pra, le të kuptohem drejt, ples e urtë Kosovës nuk do të thotë që janë njerëz më të moshuarit Kosovës, por njerëz që në një mënyrë kanë mbamendje, kanë historina dhe mbajnë në kujtes ngjarjet e ndryshme. Shkues nderuar, me kaq po e përfundojnë pjesën e dytë. Ju rikujtoj se emisionet e keni çdo të shtunde në orën 21 dhe të nesërmë në reprizat në ora 17. Ku tjetër përpos në KTV, Koha Vizion dhe platformën Arta. Ty e mos e harrue kanalin e autorit të emisionit Fakte me Adnan Merovcin, të cilin ju kërkoj, ju lus, insistoj të bëni subscribe. Asgjë nuk ju kushton dhe me këtë subscribe ju informoni për përmbajtjet e reja të mbi 600 videomaterialeve tashmë ekzistuese, disa edhe super ekskluzive në këtë kanal. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika.